Dalemi më gjërësisht për situatën e zjarreve në Turqi, do t'je drejt për drejt një bisedë me mua, Nada Dosti, gazetare në Turqi. Zonja Dosti, ju përshëndes, faleminderit që jeni me ne. Përshëndetje. Si paraqitet aktualisht situata në terren, a ka rajone që konsiderohen ende problematike aktualisht? Atër brenda 24 orëve të fundit, Turqia është goditur nga 77 zjarre, nga të cilat 53 përfshin sipërfaqe ujore. Situata më rënd paraqitet në qytetin e Izmirit, ku disa banesa janë djegur plotësisht dhe 10 lagje janë evakuuar. Zjarri që shpërtheu në kufirin mes lagjeve Menderes dhe Seferihisar është përhapur me shpejtësi në zonat e banuara, duke detyruar autoritetet që të shpejtojnë për shuarjen e zjarrit dhe të shpëtojnë banorët e bllokuar nga flakët. Tani tymrat janë bërë të dukshëm edhe në ishit grek, krahas përpjekjeve për shuarjen e flakëve. Autoritetet kanë nisur hetimet për zjarrvënie të qëllimshme dhe Ministri i Drejtësisë, Yilmaz Tunç, ka bërë me dije se janë arrestuar 17 persona. Përfshirje të dyshuar në Izmir që vendoset të ketë përdorur benzinë për ndezjen e zjarrit. Ndërkohë, përveç këtyre të arrestuarve, a ka të dhëna apo detaje të tjera për shkaqet e zjarreve? Jo, nuk kanë detaje për shkaqet e dhënies së zjarrit. Po ndërhyrët nga gjitha anët, nga ajri, nga toka, pushuar në zjarret në zonat ujore, sepse ka më shumë domethënë dëme në zonat ujore. Për shembull në rrethet Menderes dhe Seferihisar të Izmirit, si dhe në rajonet të ndryshme të vendit, po bëhen përpjekje intensive për të vënë në kontroll zjarret në pyje, me ndërhyrjes nga ajri ashtu dhe nga toka. Në zonën ujore, për shembull në kufi me lagjen Kuyuxhak të Menderesit dhe lagje Orhan të Seferihisarit, ka shpërthyer në zjarr shkaku i cilit ende nuk dihet. Pas një njoftimi, pra dikush nga zona ka raportuar autoritetet, në zonën e dërguar 6 avion të drejtorisë së përgjithshme të pyjeve, 23 automjete zjarr fikse, 6 automjete furnizimi me ujë dhe 3 buldozer. Ekipet po vazhdojnë përpjekjet për të vënë zjarrin në kontroll në zonën ku era e fortë është ende e pranishme. Zjarret që po përhapen në këtë zonë, pra në Menderes dhe në Seferihisar, po përpiqen të shohen në ndihmën e 4 avionëve, 14 helikopter dhe ekipe toksore. Kemi një tjetër zjarr në Gazi Emir të Izmirit, pra një tjetër fshat në Izmir, po ndërhyjet edhe nga ajri dhe toka për shuar zjarrin. Në një zonë veturinash në lagjen Beja Zevler, ka shpërthyer zjarr, shkaku i cilit ende nuk është përcaktuar, pra edhe këtu kemi një arsye, një shkak të zjarrit. Mundohet se për shkak të erës, flakët janë përhapur në klubin të rreth. Sa e vështirë është ndërhyrja në terren? Po për shembull pas luftimit në këtë zonë janë dërguar 2 avion, një helikopter dhe 3 automjete zjarr fikse dhe një automjet furnizimi me ujë të drejtorisë rajonale të pyjeve të Izmirit, si dhe ekipe të zjarr fikse. Kemi një tjetër zjarr që është në Antakya, në Hatay, që është një tjetër zonë tepër larg me Izmir, më themi në cetin tjetër të Turqisë, është përhapur zjarri deri në zonën e banuar ku ndodhen dhe shtëpitë. Disa pamjet që po shikojnë në internet në rrjetet sociale tregojnë qytetarët që shpërthejnë në vodë dhe bërtasin nga Atmeri, teksa shohin flakët që afrohen shtëpive të tyre. Ministri i Bujqësisë në pyetje të ris, Ibrahim Yılmazlı, gjatë një deklaratë për situatën e zjarreve të pyjeve në Izmir, njoftoi se një tjetër zjarr ka shpërthyer edhe në Hatay. Konkretisht në zonën Antakya, në rrethin Antakya të Hatayit, ka shpërthyer zjarri për shkaqe ende të panjohura. Atëherë historik nuk dihet shkaku dhe për këtë zjarr në Hatay. Edhe këtu, për shkak të erës fortë, flakët janë përhapur me shpejtësi. Pas njoftimit në zonën janë dërguar ekipet e drejtorisë rajonale të pyjeve, janë dërguar helikopter për shuarjen e zjarrit dhe automjete zjarr fikse. Dhe një tjetër raportim, raportohet edhe një tjetër zjarr në pyjet e qytetit Bilegjik. Në lagje, ku një lagje është shkumbuar plotësisht lagja, zjarri që ka vazhduar prej ditës në Bilegjik, ka djegur tërësisht një lagje në fshatin Suxhak Pınar, fshati, për arsye sigurie në rrethin e Gërbazarit janë evakuar 14 fshatra. 14 fshatra janë evakuar, kafshët kanë humbur jetë, duke u djegën, ndërsa shumë shtëpi dhe automjete janë kthyer të papërdorshme. Ndërkohë, a ka panik nga banorët, sa po thatë edhe ju që zjarri është afruar afër banesave, ndërkohë që sipas informacioneve disa prej banorëve janë evakuar, si po menaxhohet në fakt evakimi i tyre në terren?
krahasuar me rastet e krizës së tërmetit, duke se po menaxhohet më mirë, pra thjesht ka disa po shikoj sidomos raportime nga qytetarë tjerë, domethënë në rrjetet sociale që thjesht bërtasin, përpiqen që të shpëtojnë domethënë nga zjarri, mirë, po nuk ka fatmirësisht nuk ka humbje jetësh, domethënë për shkak të panikut. Po përsa i përket dëmeve materiale, sigurisht e rëndësishme është të mos ketë humbje jete, pa është bërë ndonjë përllogaritje fillestare, le të themi, e dëmeve të shkaktuara? Jo, ende jo. Deri para se të hynim në lidhje bashkë, kontrollova domethënë updatim për dësimet e fundit, ende nuk ka një raportim. Besoj që ndoshta është herët për raportimet të dëmeve. Ndoshta në orët në vim do shikojmë më shumë detaje rreth raportimeve të dëmeve. Ndërkohë, cilat janë ato zona, le të themi, që janë më të rrezikuarat për përhapjen e flagëve? Sigurisht edhe në vijën bregdetare të Egjeut, aty ku ka edhe më shumë turisti nga Shqipëria, por edhe rajoni. Po, pikërisht, domethënë gjendja më kritike për momentin duket zona e Izmirit. Sepse ka kapur disa fshatra, ka kapur disa lagje dhe distrikte të Izmirit, siç e përmendëm më herën, lagje Menderes, lagje Orhan D, Sefir Hisar, Gaziemir, gjitha këto janë në Izmir. Pra për momentin duket që është zona më rrezikuar, më e prekshme për momentin. Momentalisht sa vatra zjarri janë ende aktive? Momentalisht raportohet për këtë që përmendëm në Izmir, në Antakya dhe Bilecik. Dhe ende po punohet, janë të mjaftueshme të gjitha ndihmat nga pushteti qendror me gjitha mjetet e duhura, ka patur ndoshta ndihma edhe nga vendet fqinje, ka patur bisedime, kanë kërkuar shteti turk pra ose njësitë vendore të Izmirit ndihmë nga jashtë? Jo, me sa kam informacion jo, di vetëm që për zjarrin në Hatay kanë ardhur ndihma nga, për shkak se është në lindje të Turqisë, kanë ardhur ndihma nga Sembolli, Bursa dhe zonat përreth. Pra, domethënë qytetet përreth po ndihmojnë njëra tjetrën, po ndihmojnë qytetet që janë në rrezik. Po jo për ndihma ndërkombëtare, jo për ndihma jashtë zonave, jashtë lindjes. Përveç banesave të qytetarëve pra që jetojnë edhe banojnë aty, a ka njësi akomoduese turistike, a ka patur turist të huaj në momentin e rënjes së zjarrit, ka informacione të tilla? Me thënë drejtë nuk kam informacion për këtë pjesë, nuk kam hasur në kërkimet që përdoja për raportimet, nuk gjeton ndonjë raportim që flet për turistë ose për zona turistike. E qartë, ndërkohë, a mendohet se ndoshta do të ndikoj ky zjarr ose këto zjarret her pashershme, le të themi, edhe në rënjen e turizmit? Faktikisht, vura re diçka, kjo është një mendim personal, vura re diçka teksa po lexoja domethënë raportimet, ka shumë pak informacione në mediat turke. Dhe ndoshta mendoj se arsye se në këto agjencitë ndërkombëtare siç është Rroteja dhe Anadolu, dhe ndoshta një nga arsyet mendoj unë, është mendimin personal, është që mos të rrezikojë çështjen e turizmit. Pra duket sikur Turqia po e mban pak nën kontroll për hapjen e informacionit, për hapjen e lajmeve, për mos krijuar pastaj panik dhe për mos dëmtuar pastaj turizmin. Si bëjë. E qartë. Mirë, zonja Dosti, faleminderit shumë që ishit në këtë komunikim të drejtë për drejtë. Faleminderit gjithashtu.